Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur dhe për të startuar ngjarjet dhe komentet. Do të nisim tashmë me komentimet tona, lëvizjet më të fundit, komentet më të fundit, nga jeta e personazheve publik, nga jeta e artistëve shqiptar dhe nga jeta e atyre që në fakt ju i doni, jeni të lidhur me to masovikisht, jeni të pasionuar pas rrugtimeve të tyre, pas projekteve të tyre dhe pas çdo gjëje të bukur në fakt që ato bëjnë. Jam këtu me ju për të komentuar fillimisht një herë dhe për të dhënë lajmet më të fundit, qëndrimet më të fundit rreth Mateos edhe Brikenës. Mateo dhe Brikena është një nga çiftet që në çdo 2-3 ditë, mos themi më shumë, krijon dinamika, krijon pikpyetje, krijon ngjarje, publiku fillon dhe shqetësohet, çfarë po ndodh me këtë çift, a është marrëdhënia në rregull, a është historia në rregull, a janë gjërat okay, dhe domethënë krijohet një lloj dinamike shumë interesante që vërtet ngre pikpyetje të mëdha tek publiku. Shumica kanë këtë pikpyetjen që fotografitë dhe lëvizja e tyre vjen vetëm për efekt Instagrami. Do me thënë shumica e thonë këtë gjë, shumica. Tani, mua më vjen shumë keq që ca nga personazhet publik shënjestrohen në këtë situatë sepse ato nxjerrin fotografi ndoshta shumë rrallë. Fillimisht një herë duhet kuptuar që Mateo dhe Brikena nuk jetojnë në të njëjtin vend. Ato jetojnë në destinacione të ndara dhe është më se normale që mos të kenë fotografi nga e njëjta situatë, që mos të kenë fotografi nga i njëjti vend dhe është më se normale që mos postojnë gjatë çdo ditë. Mendoj që marrëdhënia e tyre dhe nga informacionet që kam unë, do me thënë, rreth çiftit, aq sa unë jam munduar të marr, është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie shumë korrekte. Brikena dhe Mateo kanë raport shumë të mirë, kanë filluar të ndërtojnë atë urën lidhëse në një farë mënyre më të fortë të dashurisë. Kimia nuk diskutohet, që do me thënë Mateo vazhdon të mbetet gjithmonë ajo gentilesa e familjes, gentilesa e dashurisë, që do me thënë për të gjitha dimensionet ditë i dhuroj vëmendje dhe ditë i dhuroj energji të mirë Brikenës, që në këtë rast do me thënë Brikena e ka stërmohuar që Mateo di të bëj gjëra të bukura dhe kështu që marrëdhënia, do me thënë, tregohet që është shumë marrëdhënie fantastike. Çifti tashmë, të paktën këtë muaj të gushtit, sepse jemi në fund të muajit korrik, muajin e gushtit e ka lënë muajin e qetësisë të vet, muajin ku do t'i dhuron energji të mirë vetes, do t'i dhuron pozitivitet të mirë vetes, e ka lënë në këtë botën e bukur të qetësisë, do me thënë nuk do të ketë asnjë lloj projekti përpos projekti që erdhi të Shizon Topit të Mateos, edhe pse është një projekt i bazuar, do me thënë, gjatë kohës kur Mateo ka qenë në Shizon Top, kënga është punuar gjatë asaj kohe edhe në Top Arena, nuk është një projekt që ka ardhur nga hiçi, do me thënë nuk është një projekt që ka ardhur dje për sot, do me thënë është punuar, është menduar që të punohet edhe një diçka për Top Music, për Top Channelin, si produksion që nuk kupton që Mateo, do me thënë, vazhdon fuqishëm të jetë pjesë e këtij produksioni. Mateo vazhdon fuqishëm të jetë pjesë e kësaj situate dhe kjo në fakt mua më pëlqen dhe e duar trokas me patjetër. Nga ana tjetër kemi edhe personazhe të tjerë, në këtë rast do me thënë kemi Brikenën e cila pritet që të vazhdon të jetë pjesë e Top Channelit, me patjetër Brikena do të jetë pjesë e të dielës së bashku me rrugtimin e Ed Manushit, por njëkohësisht edhe Ed Manushi e ka edhe Mateo në krah, do me thënë që të dy do të jenë vazhdimisht pjesë e Top Channelit, e dëshmuan veten e tyre që në fund të ditës janë të lindur për këtë punë, e dëshmuan veten e tyre që
janë bosat e klikimeve, kështu do t'i them, dhe normalisht Top Channel do vazhdo në me thënë të kontriboj rreth Mateos edhe Brikenës. Nga ana tjetër, marrëdhënia e tyre është marrëdhënie shumë korrekte, është marrëdhënie shumë e bukur dhe marrëdhënie shumë stabile. Nuk ka asnjë lloj krisje në raport me Brikenën dhe Mateon, nuk ka asnjë lloj inati, nuk ka asnjë lloj mlefi. Do me thënë, historia e tyre vazhdon të mbetet histori, marrëdhënia e tyre vazhdon të mbetet marrëdhënie, dashuria e tyre vazhdon të mbetet dashuri, dhe kjo gjëja e bën këtë litarin e bukur të dashurisë e bën edhe më interesante. Do me thënë, çdo gjë është në nivelin e duhur aty ku duhet të jetë, çdo gjë është në stadin e duhur aty ku duhet të jetë. Çifti është pozitiv, çifti është i lumtur dhe po e shijon marrëdhënien e tyre. Andaj të gjitha këto hamencimet edhe thashethemet, sepse këto janë lajme bazuar në thashetheme, të cilat fliten dhe përfliten për Mateon, për Brikenën, që përdorin historinë e tyre, që përdorin këtë linkun e historisë. Do me thënë, kjo është thjesht një thashethem dhe është një moment shumë i shëmtuar, sepse Brikena dhe Mateo nuk kanë asnjë gjë kundërdrejt njëri tjetrit, përpos që kanë dashurinë. Ato normalisht që nuk do postojnë çdo ditë, sepse po postuan çdo ditë, pastaj do dalin lajme shumë të neveritshme që Mateo po përdor Brikenën, që Brikena po përdor Mateon për interesat e saj, për interesin e vet, dhe kjo gjëja në fakt e bën historinë edhe më të sikletshme, do me thënë e bën historinë edhe më të neveritshme. Çdo gjë është perfekt, çdo gjë është në stadin e duhur, çdo gjë është në vendin e duhur, dhe në çdo pikë çifti po mundohet që të na dhurojë dashuri, po mundohet që të na dhurojë momente të bukura, dhe sinqerisht nuk kisha dashur në asnjë moment që Mateos edhe Brikenës t'i prishen momentet e tyre të bukura me lajme të shpifura, do me thënë me lajme të cilat shpifin çdo gjë kundërdrejt tyre. Kjo është ajo pjesa që unë e kam shumë në neveri. Ndërsa nga ana tjetër, të gjitha historitë e tyre, e gjitha dashuria e bukur që ato e kanë nisur, është më se e vërtet dhe janë duke e jetuar dhe janë duke e shijuar që të dy. Do me thënë, e shijojnë pafund historinë e bukur që e ndërtua, një histori që realisht nuk është e lehtë që të përballohet në këtë lumë komentesh që vërtet është shumë e vështirë. Unë ju uroj gjithë të mira çiftit dhe shpresoj që të kenë momente të bukura dhe ta jetojnë komplet çastin e tyre. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu pranë jush me lajmet më bombastike, në fakt me komente që bëhen, se tani nuk është se ka shumë lajme për personazhet publik, por ka komente. Dua të ndaloj pak te Kiara Tito. Kiara Tito, siç duket, është në shënjestër nga personazhet apo nga fansat, të cilët në një farë mënyrë edhe nuk janë fansa, duke shkruar komente të neveritshme, dhe fansat e mi, që njëkohësisht janë dhe fansat e Luizit edhe të Kiarës, sepse kemi pothuajse fansat e njëjtë, janë në siklet kur lexojnë kështu komente, do me thënë që kanë të bëjnë me vlerën që Kiara ka dhe mundohen që ulin këtë vlerën. Tani, ju të gjithë mund të thoni që Kiara këto gjërat i bën për fytyrë. Kiara asnjë gjë në raport me Luizin, me historinë me Luizin, me dashurinë me Luizin, nuk e bën për fytyrë. Ajo e ka komplet këtë marrëdhënie dashuri. Kiara është duke jetuar historinë e bukur të saj të dashurisë, është duke shijuar historinë e bukur të saj të dashurisë dhe është duke kontribuar në familjen e saj. Unë e them histori dashurie sepse Luizi dhe Kiara, që në ditën e parë kur ato të dy janë takuar, ato vazhdojnë edhe sot që janë bërë me fëmijë dhe që po bëjnë plane dhe të presin edhe fëmijën e dytë, ato vazhdojnë edhe sot të na sjellin emocione dhe pozitivitet
na sjellin dashuri, na sjellin histori të bukur. Dhe në këtë rast, Luizi dhe Kiara din vërtet të na bëjnë për vete në çdo gjë. Jam këtu për ju për të komentuar mbi raportin që Kiara ka me vjerën e saj. Do të thënë është një raport që komentohet edhe përflitet shumë. Kiara raportin me vjerën e ka shumë natyral edhe shumë të vërtet. Unë nuk e shoh si një raport të stisur, nuk e shoh si një raport për klikime, por unë nuk e shoh kontributin e Kiarës në familje si një raport për klikime, por e shoh si një raport të vërtet, e shoh si një histori të bukur që vërtet një nuse dëshiron të kontribon në familje. Unë mendoj që Kiara fillimisht u tregua njeri dhe e nxori anën e saj dhe filloi ta respekton shumë familjen e Luizit. Andaj, për ato të cilët kanë inat dhe që kanë xhelozi kundërdrejt kësaj familje, mua më vjen shumë keq. Unë po u them me shumë zemër që raportet janë shumë të bukura në të dy anët familjare, do me thënë si nga Luizi me familjen e Kiarës, si nga Kiara me familjen e Luizit, do me thënë janë raporte korekte dhe e bëjnë që këtë histori, e bëjnë që kjo histori të bëhet edhe më e bukur, të merë më plot jetë edhe të merë më shumë ngjyra. Andaj për të gjitha ato thashethemet që fliten për Kiarën dhe Luizin, më besoni janë thashethemet të rreme krejtësisht.